Alarmet e rrjenjshme për mjete shpërthyese nëpër shkolla si dhe sinjalizimet kërcënuese mund të kenë ndikim serioz në zhvillimin mendor të fëmijëve dhe nxënësve, të cilët po rriten në një periudhë të mbushur me sfida dhe pasiguri. Kështu vlerëson psikologu Lulzim Murtezani, i cili thekson se pasojat e këtyre situatave mund të shfaqen jo vetëm në momentin aktual, por edhe shumë më vonë në jetën e tyre. Këto alarme, këto sinjalizime, këto reagime janë jashtëzakonisht të rëndësishme për zhvillimin mendor të fëmijëve, të nxënësve, të cilët jetojnë pikërisht në një periudhë në të cilën përgjithësi kërcënimet janë globale, janë lokale, regionale dhe kështu me radhë. Edhe dua të them që për ne është problemi të ajo se pasojat në sjelljen e tyre do të vinë shprehje jo vetëm tani aktualisht, por në të ardhmen, sepse është reagim normal në kërcënimeve shfaqje e traumës. Por kjo traumë nuk shfaqet vetëm tani, kjo mund të shfaqet pas një kohë shumë të gjatë. Ai thekson se përveç institucioneve të sigurisë në raste që lidhen me shëndetin mendor, reagimet e pakontrolluara dhe dhunën është domosdoshme përfshirja e ekspertëve të fushave të ndryshme, përfshir edhe psikologët. Nëse kemi probleme të financave, me siguri që do të thirrim në ndihmë ose do të aktivizohet policia financiare. Apo, ndërkaq, nëse kemi probleme që kanë të bëjnë me shëndetin mental, reagimet pa kontrolluara, dhuna dhe kështu me radhë, me siguri që duhet ekspert që të kyçen edhe në kuadër të policisë dhe në kuadër të jurisprudencës, përgjithësi institucioneve dhe gjëra të tjera. Por sidomos këto janë të rëndësishme edhe këto masa të cilat mund të ndërmerren, kanë të bëjnë edhe përfshirjen të themi e gjithë institucioneve. Murtezani shpreh shqetësim edhe për përdorimin e inteligjencës artificiale për përhapjen e zikrimin e informacioneve të rrezikshme, duke theksuar se kjo çështje kërkon qasje më serioze institucionale. Sipas tij, vetëm përmes bashkëpunimit institucional dhe angazhimit të ekspertëve mund të ndërmerren masa më efektive për parandalimin e pasojave dhe për mbrojtjen e mirëqenies mendore të të rinjve. Kujtojmë që së fundmi me muaj të tërë nxënësit të Tënvar kanë jetuar në anktin e kërcënimeve për pranitë e mjeteve shpërthyese në shkolla që fatmirësisht dolën të jenë të rrjenjshme, ndërsa institucioneve u është dashur muaj që të detektojnë dhe të ndalojnë një të dyshuar, që doli të jetë një 18 vjeçar nxënës i gjimnazit të Tetovës, i cili tani më është arrestuar.